Nuk ka vonuar as 24 orë dhe Mogherini ka dalë nga qelia. Është marrë në pyetje për disa veprime të cilat kanë lidhje me aktivitetin e saj si kryetare e Akademisë së Përgatitjes së Diplomatëve të ri të Bashkimit Evropian. Dhe ajo mbasi ka sqaruar ka dalë jashtë. Ndërkohë nuk ka vonuar përplasja politike në perëndim në Bruksel, duke quajtur këtë një hap të qarqeve filorusa. Në fakt, nëse del që Mogherini nuk është e përzier në afera financiare, atëherë duhet thënë që me të vërtet Moska ka gisht. Kjo sepse pavarësisht që perëndimi është rrështuar në krahun e Ukrainës, pjesë të mëdha të popullsisë, feta të mëdha të popullsisë që funde harrinë të 40% janë mirëkuptues për veprimet e Moskës dhe kanë gjetur mbështetje. Megjithatë, duke u ardhur në fushën shqiptare, duhet thënë që menjëherë mbas arrestimit të Mogherinit, shtypi djathtë, politikanë të djathtë, media e djathtë u gëzua, sidomos ajo online, u gëzua për këtë fakt dhe filloi të propagandonte, aftuase ishte zëvendës kryeministre e Ramës Mogherini dhe aftuase ishte gjetur ndonjë korrupsion i bërë midis Mogherinit dhe Ramës. Kuptohet që bënin asociacionin e tyre që bja Ramës po i arrestohen të gjithë dhe doli që edhe Mogherini pas ka qenë njeri i Ramës, siç po del që edhe Rama i bë ka presion drejtësisë së Brukselit për ta liruar Mogherinin. Po në fakt as Mogherinit as Ramës nuk i hyn ferr në këmbë. Mogherini nuk i hyn sepse muhabetet e PD-s nuk i dëgjon njeri në Bruksel, ndërsa në Shqipëri pazari është i ndarë. Rama ka një majorancë solide, të cilës s'ka që bëjnë sidomos këto në për lajthitet, në për portalet, në për blogje. Por natyrisht që e dëmtojnë PD-n, sepse ata zyrtarë të lartë që kanë antena për të marrë vesh se çfarë bëhet në Shqipëri, e din këtë lloj qasje. Sikurse vetë ambasadori, vetë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, nuk është nga ata që e shikon me simpati Partinë Demokratike, për vetë faktin që është sulmuar pak përpara në mënyrë më të ulët nga vetë kryetari i Partisë Demokratike, i cili megjithatë mbrapa kërkoi falje, por pak rëndësi ka se çfarë ka barku i nxjerr bardhaku, megjithëse Berisha nuk besoi se pi aq më pak ka qenë i pirë në atë moment, po si duket nga inati nuk është përmbajtur. Dhe dua të them që me këto sulme të vazhdueshme që i bën zyrtarëve të Bashkimit Evropian, PD-ja në fakt po i bën gropën bedhës. As Mogherinit, as kujt, as përfaqësuesit të BE-s në Tiranë nuk ju hyn ferr në këmbë nga kjo punë. Përkundrazi, ju rritën kuotat, kishin përmendur Vllahutinin që pas ka bler një vil më shtrenjtë se sa vlera reale e saj. Duhet thënë që nuk i bën asgjë këtyre njerëzve. E vetmja gjë që i bën është që i nxirr faqen këtij vendi, duke thënë shiko çfarë llazoresh janë si japin gojës, por mbi të gjitha janë nxirr faqen betes, duke e bërë pushtetin që të shikohet me teleskop. Si gjithmonë në fund, ju rekomandoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV, edhe të kanalit Rudina Çunga. Mjafton vetëm një klik dhe ju vijnë lajmet e para. Edhe nëse keni qejf, dëgjoni një mendje ndryshe. Faleminderit.